Përshëndetje dashur miq, jemi sot në një ditë tjetër, sot me grupin e parë. Kemi tavën bechamel për të shqyrtuar, me saktë kemi bechamelin si element për të tekstuar dhe më pas ta përshtasim këtë në një tavë. Tava quhet një tavë le themi standarde nga zona e Gjermanisë, le themi është tava Datinos. Është një tavë goxha e hershme, është mbi të gjitha e shijshme, por ngele për të parë dhe për të studiuar nga ne. Kryesisht do merrem me bechamelin. Bechameli kërkon një masë fikse të miellit, siç i shkojmë dhe nga kamerat, pra ka marrë sasi caktuar miell dhe gjalp. Preferohet që të jetë gjalp i një cilësie të lartë. Nuk mund të jetë margarinë ose gjalpet të cilësisë së 2 ose 3, por ashtu sepse sonin, siç kemi parë herë pas here, kanë aroma të ndryshme dhe mund të arrijë bechameli të unifikojë një shije të padëshiruar. Gjithsesi, që të marrë komplet kuptimin e fjalës bechameli, kemi arë moskat të grirë. Arë moskat është një pemë arrore, është shumë e shijshme, përshtatet shumë mirë me bechamelin. Është kjo kokra dhe normalisht kam zgjedhur ta shtoj dhe ata. Por nuk përfundon këtu. Përveç kripës dhe piperit, duhet të shtojmë dhe një sasi shumë të vogël granës, pra le të themi është e saj, por jo sasi e madhe, pra kjo është më shumë sipas preferencave tona, por jo se është standard. Qumshi duhet të jetë pak i ngrohtë, i vakët. Kemi marrë një qumësh normal, siç mund të gjejmë në çdo market, dhe mbi të gjitha pa harruar dhe 2 të verdha vezësh për masën që do përfitojmë neve. Gjëja e parë që duhet të bëjmë, ndezim qëndrojmë aty. Ndezim vatrën për të shtuar qumshin. Qumshi duhet të jetë i vakët. Në ana tjetër, qumshin e lëm veç dhe ndezim vatrën për të shtuar dhe për të bërë procesin, si e kemi thënë. Procesi ROX është shkumëzimi i miellit dhe me gjalpin, më mundur lidhjen e tyre dhe normalisht më pas është rradha e qumshit që është i ngrohtë, jo i nxehtë, pra le të themi i vakët. Do të lutesh atë ta krijonit le të themi një ide të qartë me sy, sepse ne kuzhinierët do të jemi pak jo çdo gjë me peshore. Po, me peshore bëhen disa receta që janë fikse. Sa kur flasim për ushqime masive, kur janë disa gjëra që le të themi nuk kanë nevojë peshore, është ai syri jon profesionisht që duhet mësuar her pas here. Dhe në këtë rast ke bechameli do ndodhi procesi i shkumëzimit, siç e kam thënë dhe gjatë orës së teorisë. Që mos ta digjet pak gjalpit, do na duhet pak vaj duke i shtuar në pjesën e saj të brendshme. Mirë. Shtojmë dhe pak vaj, që bëjnë të mundur edhe kamera mund ta fokusoj, që bëjnë të mundur mos djegjen e saj. Do shkrihet e gjitha masa, ja po kam këtu. Do shkrihet e gjithë masa e saj që të jemi gati të shtojmë dhe miellit. Të shtojmë pak si fillim, që të kemi mundësi të shtojmë akoma më shumë, sepse nëse shtojmë më shumë i bie që nuk e heqim dot. Do thonë u shtojmë prap gjalp. Ky procesi më pas do fillojë të ketë problematikat e veta. Dhe nuk e lëmë me temperaturë të lartë, po e lëmë me temperaturë të lartë do të ketë probleme të tjera. Ja, siç e shikojmë, bashkërinë avash avash, ka fituar temperaturën që ka tigani vet, nuk do doja kurrësi të mbaja aromë gjalpit, djegje. Është një produkt që mund të digjet lehtësisht. Po s'patëm kujdes. Dhe ka krahut tjetër kemi vendosur një tenxhere me ujë të nxehtë për të bërë të mundur le të themi ketava e patateve një gatim të saj 20%. Pasi nuk do duam t'i gatuajmë për një kohë shumë të gjatë. Është një tavë që konsumohet shpesh nëpër restorante. Është pak e mërzitshme në thonjë sepse ka pak mund, ndonjë rregullsi vendosjes së produkteve, që të përfitojmë mbi të gjitha dhe atë kontorën e dëshiruar. Është rradha, më diqni pak, është rradha e miellit, jo e qumshit. Mielli do të jetë le të themi i bërë. Siç e tha, bëjmë një herë trazim me luthruri, pastaj procesi frustos duhet të jetë kërkesa e qumshit. Tu ndodh procesi i shkumëzimit, siç e kemi thënë her pas here. Ky është ai kremi magjik që ndodh shpeshherë, që unë se kam shumë qejf, por që bechameli është i rëndësishëm.
Zakonisht e përdorin ta që janë për restorante, për të lidhur pasat. Kemi një pas për shembull të cilësisë të lartë, e përdorin pak për ta lidhur siç duhet. Por që nuk është e këshillueshme. Sepse është dëmshme me të gjitha, se është sasi mielli i tepërt, gjalpi, byre. Shikoni, ky është procesi i shkëmbëzimit miell plus gjalp. Do jetë akoma më shumë. Masa me sy të lirë është perfekte. Kjo do të jetë masa. Okej? Por duhet ka bordisur, më shikoni edhe pak kamera këtu. Jo ta arsoni fare. Edhe jemi gati, e fikit tashmë. Kontrollojmë qumshin. Qumshi na ka kaluar pak fare. Dhe kemi gati edhe qumshin. Tashmë ja, do shtem qumshin këtu. Tashmë unë kam një mënyrë tjetër. Do e lëm të tillë. Për pak momente, çka është pak është nxehtë, ka kaluar pak fare. Pak fare. Në këtë rast do e shtoj në myt më njerësh. Por aman, procesi i frusës do jetë gjatë gjithë kohës. Po kryu kokriza beshameli? Çfarë ndodh? Nuk arrihet të dalë formati i dëshiruar. E shikoni? Shikoni si ulit? Absolutisht çdo gjë tjetër pastaj janë le të themi gabime. Normalisht për tavën që kemi sot neve do ta ullojmë pak më shumë. Kjo ndikon më shumë në shije, por pak fare në ngjyrë. Krip. Piper. Këto janë 4 ingredientet që preferohen në çdo moment faktuar të shtohen. Por duhet razuar dhe njëkohësisht pak shpejt sepse veza në temperaturë të lartë mund të na prihet dhe po u pre veza dihet se mund të kemi probleme. Nga krau aty do merremi pjesën e patateve, siç e tham. Do duam që të japim pak formë patatës. Edhe nëse i çojmë dëm, sepse asgjë nuk shkon dëm. Pa çuar shumë dëm produkt, e kemi një format të caktuar dhe prerja aty do të jetë e tillë. Po do të jenë gjitha një lloj. Ndërkohë, Valbionin ndez vatën e parë aty, ndez vatën e parë për të kaluar qepët imët. Që do rreshtohen dhe këtë pjesa e tavës. Razoj dhe pak të të. Ka krau të të kemi qepën. E tillë. Erda. Okej? Vazhdo. Hold. Po. Më afro të një pjesë qepës? Po, vazhdo. Një pjesë kalojnë aty. Duke pasur kujdes si mos na digjen, po u dogjen, mund të kemi probleme të ndryshme. Duhet e holl, siç e shikojmë dhe nga kamerat, jo e trash. Jemi. Vetëm kujdes temperaturën. Ky është bazameni i patatës. Siç i kemi bërë patatet, do shtojmë një sasi kripe në bulitor, pra në pjesën aty ku do zihen, deri në fazën 20%. E trazojmë mirë. Dhe më pas i shtojmë ato. Në krau tjetër kemi ujin e ftohtë për të bërë të mundur. Sikurse ndalimin e të ngatimit të zjerjes. Flasim në gjuhën e kuzhinës. Sa e tham temperaturën e furrës? Shtoj edhe tjera që ka ngelur, e?
dashur miq, jemi gati për kaluar patatet që kemi dhënë një proces gjysmë zjerje në ujin e ftohtë me akull. Kemi shtuar dhe akull ke ujë i ftohtë për të mundur procesin e ndalimit të gatimit.